Në këto qaste, me lejnë Allah të Azogjel, do të flasmi në këtë khutbe teme të cilët është si të pastroj zemrën time. Inna a'dhama ma yu'na bihi al-insan fi hadhihi ad-dunya qalbuhu. Më të vërtet për çështje më madhështore që do të jep rëndësi insani, njeriu, do të jep kujdesje shumë njeriu në këtë botë është zemra e tij. Pse do të më dhon aq rëndësi zemrës? Nga se zemra është ajo e cila mbart pikëllim, mbart breng, mbart inati, hased. Po të njëjtën gjë e mban edhe refuzimin, e mban edhe mendjemallësien. Zemra është ajo e cila çdo të keqe e mban. Dhe për këto insani do të jep rëndësi shumë zemrës. Zemra koka, ajo maqina, ajo dhe më thonë origjina e njeriu, nga se mban gjdo të keqe këtë zemrë. Kejfe të siru ila Allah me hadhe l'qalb, e qysh dënë të me udhtu për tek Allah Azogjel me këtë zemrë. Kur e dimi që në zemra po mbaj ka mërzi, pikëllim, breng, inati, mendjemallësi, refuzim, çdo të keqe, qysh da me shku tek Allahu Azogjel me këtë zemrë. Qale Yahya ibn Muadh, innama mafawizu dunya tuqta' bil aqdam, wa mafawizu al-akhira tuqta'u bil qulub. Më të vërtet Yahya ibn Muadh thot që dynjaja fitohet, apo je fitues në dynja me çka? Me forcën e kamve. Je fort në trup, i ki kamët e forta, fiton dynja shumë lehtë. Mi po thot fitore e ahiretit, me fitu ahiretin nuk vyn kamët. Nuk vyn kamët. Kush vyn? Kulub, zemra. Andaj qysh da me shku me fitu ahiretin? Andaj qysh da mu paraqit para Allahut në ahiret, para Zotit, me këtë zemrë. Zemrë është ajo e cila dynjën ta bën të lumtur. Zemrë është ajo e cila ahiretin e shkatëron. Po mundo me zemrë të je këtu i pastër, me pastru zemrën tane. E ku del në ahiret, do e fiton ahiretin me lejnë Allahut, o ju vëllezër. O ju vëllezër, kjo zemër është copë e mishi, e vogël në trup. Mirë po sherrri i saj, pasojat e saja, janë të mëdha që nuk ta merr mendja. Copë e mishi, amo sherrri i saj, amo pasojat e saja janë të mëdha që në vërtet nesër edhe me kaj gjak nuk ban dobi para Allahut Azza wa Jall. Për këta pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam po na tregon duke thonë: idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Pejgamberi po na tregon, po thot, në qofse përmisohet ajo cila është në trupin e ju, e gjithë trupi do të përmisohet. Thot në qofse aja që rregullohet, prishet, mon inati, mon hased, mon pikëllim, mon mërzi, mon mbrenga, mon refuzim, mendjemallësi, gjitha, është kjo prishje. Ajo cila e mban da më thon trupin e saj gjitha këto sene. Fesed el gjesedu kullu, e ka prish gjithë trupin, e ka prish. E pasaj në fund po thot pejgamberi: ala wa hiya qalb, që kjo copë e mishi, po thot a nuk është kjo zemra? Shiko pa e vogël e zemra, copë e mishi, është në rregull, e gjithë trupi jot ka me qenë në rregull. Kjo copë e mishit nuk është në rregull, e gjithë trupi jot nuk ka me qenë në rregull.
Zemra është mbreti, e gjymtyrët e saj janë ushtria. Çka të thot mbreti, bojnë ushtarët. E pastaj nuk pedu vllarin, nuk pedu babën, nuk pedu nanën, nuk pedu xhamatin, nuk pedu ata, nuk pedu këta. Po prish. Zemra o prish. E pastaj qështanëm, pasojat e saj janë të mëdha. Sherri i saj është i madh. Ela wahi qalb. A nuk është kjo zemra? Rrunë e zemrë. Ka që vogël është, ama ka sherrën e madh. Nëse don e unë zemrën, e pasan zemrën që në dynja e fitove ahiretin. Nëse don jepi zemrës, e shkatërove kun ahiretin tonë. E shkatërove dhe jetën tonë që në dynja. هذا القلب الذي إن أحسنت العناية به والاهتمام به كان سببا لسعادتك وفلاحك بين يدي الله عز وجل. Kjo zemër, në qoftë se te e përmison këtë zemër, i jep kujdesje, i jep rëndësi kësaj zemër, atëherë që kjo zemër do të jetë sebeb për lumturinë tane në këtë dynja dhe shpëtimin kur del para Allahut Azza wa Jall. Allahu po na tregon në Kur'an për këtë fjalë që i thash. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk ban dobi parja. Atë ditë nuk ban dobi e vladi jot. Kush ban dobi? Përveç atij i cili është paraqit, ka dalë para Zotit me zemër të shëndosh, zemër të pastër. Subhanallah. Kjo është ajo vëllezër. Kjo është zemra. Në qoftë se ti jep rëndësi, kujdese shumë për ta, e bën jetën tonë të lumtur në dynja. E pastaj edhe në ahiret e shpëtove vetën tonë. Illa men ata Allah bi qalbin salim. Përveç ai i cili del me zemër të pastër para Allahut Azza wa Jall, që ky e ka fituar ahiretin. Që ky ajet na jep rëndësi shumë neve që ta ruajmë zemrën tonë për çështjet e dynjas. Qoftë edhe prej fëmijëve, qoftë edhe prej pasurisë, ruaje zemrën. Ruaje zemrën, mos e prish zemrën. Pse nuk ban dobi asnjë sen tjetër vetëm kur paraqitet Allahu Azza wa Jall me zemrë të pastër. Përmendoj vëllezër, dynjaja është kaluese. Shkon ditët shkoj. Ta kum thoni fjalë, ma ke thuni fjalë. Mi po kur dalim para Allahut Azza wa Jall, e shohim atë fjalë. Nuk ka zemër e pastër ajo më, nuk ka zemër më e bindur ndaj Allahut Azza wa Jall. U shprish zemra që në dynja e ki qu vllahun tanë me fjalë, e ki rënu vllahun tanë me fjalë, e ki rënu kushijen, filanin, halanin, e pastaj zemra që rregullohet dhe ku del para Allahut, që shka dhe jetë koranor, njerëzit i kafshojnë gishtat e tyre. Për veprën që kanë bërë, dhe për fjalën që kanë thonë, dhe për zemrën që se kanë pastër para Allahut Azza wa Jall. Hadha al-qalb alladhi tahmiluhu fi sadrika huwa mawdi'un nadri Allahi Azza wa Jall. Këtë zemër të cilën ti po e mban, këtë zemër është shikimi i Allahut në pjesën ku mbahet zemra. Është shikimi i Zotit. Kjo zemër s'na ta kanë neve. Ky shikim s'na ta kanë neve. Kush e jep këto? Kush e shikon këtë zemër? Allahu Azza wa Jall. Veç më nda, unë edhe ti. Veç më nda, këtë zemër e shikon Allahu Azza wa Jall. Ki kujdes çka thu me fjalët e tua që dalin pi zemrës. Ki kujdes ato që ki në zemër me qit në vepër, nga sa Allahu Azza wa Jall e shikon. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum walakin inma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Më të vërtet, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të vërtet Allahu azza wa jall nuk shikon bukuritë juaja e as pasuritë juve, mirë po ai më të vërtet shikon në zemrat e juaja dhe veprat e juaja. Mas pari zemrën, pastaj veprën shikon Allah. Se shka e ki zemrën, shka ki në zemrë, e qëtë edhe në vepër. Dhe kjo është ju rob të Allahut, keni kujdes, kjo është vendi që Zoti e shikon, ajo është zemra. Gjëja e parë ju vëllezër, e cila e pastron zemrën, është vetmia kur fillojnë thash e thejmet. Me një mejlis, me një shoqëri, kur fillojnë thash e thejmet, vetmohu dhe filla me e llogarit vetën tonë. Filla me llogarit vetën tonë kur del para Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma al-qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu." 7 persona do të hinë në hijen e asaj hije të cilën Allahu e krijon, që nuk do të ketë hije tjetër po kësaj hije që Zoti e krijon. E njëra prej tyre është wa rajulun dhakara Allah fi khala'in fa fadat 'aynahu. Dhe burri i cili vetmohet e përmend Allahun, e llogarit veten e vet dhe fillon me qartë. Kjo është ju vëllezër. Sendi i parë e pastron zemrën tënde gjithmonë kur ki të lashe në familje, në shoqëri, thash e themet vetmohu dhe filla me kujtu Allahun, filla me kujtu takimin me Allahun, do të pyet për këtë zemër. E kjo e përmisan o ju vëllezër, e pastron zemrën. Gjë e dytë o ju vëllezër, e cila e pastron zemrën tënde është edhe pendimi. Njeriu gabon gjatë jetës së tij. I gabon edhe zemra dhe trupi dhe gjuha dhe çdo sen tjetër. Gabon çdo sen tjetër, ashtu kur gabon edhe zemra. Mirë po, qelës i hajrit, i zemrës tënde që pastrohet është edhe pendimi tek Allahu azza wa jall. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: "Innal 'abda idha akhta khati'atan nukidat fi qalbihi nuktatun sawda, fa idha huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu." Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të vërtet robi, krijesa e Zotit, kur gabon ndonjë gabim, vendoset në zemrën e tij një pikë e zezë. Po në qoftë se ai largohet për asaj të keqes, për atij gabimit, pendohet tek Allahu azza wa jall, kërkon istighfar, pendohet tek Allah, suqila qalbuhu, heqet ajo pikë e zezë për zemrës. Domethënë, kur na i bëjmë padrejti dukojna me zemër dhe prishmi zemrën, ja ka fillu zemra, domethënë mu nxi. Po nëse do me pastru zemrën tënde, fillon mu pendu tek Allahu azza wa jall dhe zemra do të bëhet, do të zbardhet dhe do të largohet e keqja. Gjëja e tretë ju vëllezër, e cila e pastron zemrën tënde është edhe me shtu sa më shumë leximin e Koranit. Pse ju vëllezër? Allah po na tregon në Koran për fjalën e tij. E shën veten që u shprish zemra. Nuk ka vëmendje zemra. Shto sa më shumë leximin e Koranit. Pse ndëgjon ajetin koranor? Ja ju nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. O ju njerëz, Allah po na thirr. O ju njerëz, vetëm se u ka ardhur juve maw'idhatun. Këshill. Tërheqje vrejtje, këshill. Min rabbikum, prej Zotit ju. Wa shifa'u lima fi sudur. E cila kjo këshill, kjo fjala e Allahut azza wa jall, Kurani, është shërim për gjoksat e juve. Allahu akbar. Allahu akbar. Në Kurani fillon me lexu. E shëron zemrën tënde. E pastron zemrën tënde. Pastaj o vëllezër, gjëja e katërt e cila e pastron zemrën tënde është edhe përmendja e Allahut azza wa jall. Përmendja e Allahut azza wa jall e pastron zemrën tënde prej pikëllimit, mendzijes, hasedit, refuzimit, mendimallësisë dhe kështu të radhë.
E Allahu për në ebë një garanci janë duke thamë kështë. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk është që me përmendjen e Allahut stabilizohen, qetësohen zemrat, rregullohen zemrat, pastrohen zemrat. Me çka? Me dhikr, me përmendjen e Allahut. Gjëja e pesë o ju vëllezër, e cila pastron zemrën tënde është edhe lutja. Pejgamberi i Allahut, lutjen më së shumti që ka ardhur në transmetim, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotullus i zemrave, rrotulloja zemrën tëme ku në fejen tënde. Domethënë pejgamberi po jep rëndësi kujdeset zemrës. Dhe lutja më së shumti që ka qenë tek pejgamberi pas ka qenë për zemrën e tij. Dhe kjo e pastron zemrën, lutja. Gjëja e gjashtë o ju vëllezër, e cila pastron zemrën tënde është edhe me madhështu Allahun Azza wa Jall me obligimet, me farzët që i ka. Thot Allah Azza wa Jall: "Wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Ai i cili i madhështon ligjet e Allahut, farzët e Zotit, obligimet e Allahut, kjo është prej një zemër taqwa al-qulub, zemër e devotshme, zemër e pastër, zemër e cila i ka frikën Allahut Azza wa Jall. Dhe e kuptojmë me ta që ajo e cila e pastron zemrën tënde është mi madhështu ligjet e Allahut, obligimet, farzët e Zotit. Gjëja e shtatë o ju vëllezër, e cila pastron zemrën tënde është me kujtu se Allahu të sheh, Allahu të shikon. Po mërë parasysh se ti çka fshif në zemrën tënde, dije mirë që Allahu të sheh edhe din se çka ki ti në zemrën tënde. Për këta Allah zë thot: "Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Më të vërtetë ai Allah Azza wa Jall e din fshehtësinë e ju çka fshihni, wa ma tu'linun, dhe ato çka mundi ju me përhap për zemrës juve. Wallahu alimun bi dhati sudur. Allahu po betohet, pasha Zotin, Allahu vetën e vet po betohet. Pasha Allahun alimun bi dhati sudur. Allahu është që e din edhe kun cilësinë e zemrës tënde. Cilësi da më thonë është mbështjellësin e zemrës. Mbrana mësoj mbështjellësit, Zoti ta din edhe damarin që shporrejnë, edhe çka po mendon. Çdo sen nuk ka mundësi mi hik zemrës vetë se Allah Azza wa Jall e din se çka po mendon ti. Çka ta më bë? Subhanallah. Gjëja e tetë o ju vëllezër, e cila e pastron zemrën tënde është mi dhon shumë rëndësi dashurisë ndaj Allahut Azza wa Jall. A në ka shku mendje në herë që me pastru zemrën tonë, me rregullu zemrën tonë, me përmisu zemrën tonë, koka me desh Allahun Azza wa Jall. Sot na e dojmi punën ma shumë se sa Allahun. Sot na e dojmi gruën, fëmijën, pasurinë ma shumë se sa Allahun. Atëre, ku zemrat tona mos mu prish? E pastaj kanë smundje. Jo, nëse dënë pastrim zemrës, rregullim zemrës, përmirësim zemrës, duje Allahun Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Kush i ka tri cilësi, e ka arrit ëmbëlsirën e imanit, e ka shiju ëmbëlsirën e imanit. E kurrën imani? Në zemër. Zemra e mirë e man imanin e mirë. Ata që thojnë e kam zemrën e mirë, jo, me po zemrën e mirë kesh edhe imanin. Mirë, po zemra e mirë e shijan kun imanin. E pastaj e para për tëve është en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Me qenë të këti më i dashur Allahu dhe i dërguar i tij se çdo sen tjetër. Që ta shten ti gruën e dan më shumë se Allahun, punën më shumë se Allahun, e vladin më shumë se Allahun, çdo sen tjetër më shumë se Allahun, te ki zemrën e prisht. Nuk ka zemrën e pastër. A që ta vendos Allahun e don më shumë se çdo sen tjetër, dijeni që zemra jote është rregullu dhe pastrohet. Është zemër e pastër kur del para Allahut Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall na bëj pyetje ju vëllezër.